Edhe me ca fjalë apo me një titull se çfarë mund të jetë apo është origjinal, por ti mund na qartësosh akoma dhe më mirë, besoj se si nisi dhe çfarë faktikisht është apo synimi i origjinal, programit origjinal. Patjetër, do dalim fillimisht tek emri, nuk është vetëm origjinal kështu të shkronjë për shkronjë, po tek logoja ato AL në fund i ka të mëdha, që ndahet në dy pjesë, Origin, Albanian. E që faktikisht ju dedikohet të gjithë të rinjëve dhe të rejave të cilët kanë origjinë shqiptare, e ku jetojnë nuk është hiç e rëndësishme, mund të jetojnë në cilin do vend të botës, por që kanë dhe ndjehen me përkatësi shqiptare mund të jenë pjesë e këtij programi, i cili nëse përkthehet në më shumë detaje është një udhtim transformues për të njohur më mirë vendin, kulturën, traditën, gjuhën shqipe. Ju dedikohet të gjithë të rinjëve të reja të cilët kanë moshën 18 deri 24 vjeç, sepse me shumë qëllime kemi përgjedhur po këtë moshë ku vetë se je i rritur, e ke kaluar 18 vjet, por në të njëjtën kohë je duke hulumtu, duke gjetë veten çka të pëlqen me bo, çka të pëlqen me studiu, kush je ti dhe cili është misioni dhe roli yt në këtë botë.